Lexim nga Apostolli i ditës. Letra e parë e Shën Joanit, kapitulli 2, vargjet 18 deri në kapitullin 3, vargu 8. Djema është ora e fundit, edhe sikundër dëgjuat se Antikrishti vjen, edhe tani ka shumë antikrishtër. Prandaj e dim se është ora e fundit. Prej nesh dolën, por nuk ishim prej nesh, sepse po të ishim prej nesh, do të kishim mbetur me ne. Po dolën që të shfaqen se nuk janë të gjithë prej nesh. Edhe ju keni lyerje prej shenjtit, edhe i dini të gjitha. Nuk ju shkrova juve sepse nuk dini të vërtetën, por sepse e dini atë, edhe sepse çdo gënjeshtër nuk është nga e vërteta. Kush është gënjeshtari? Veç ai që mohon si Isuj nuk është Krishti? Ky është Antikrishti, ai që mohon Atin dhe Birin. Kushdo që mohon Birin, s'ka as Atin. Ai që pohon Birin, ka edhe Atin. Ajo pra që ju dëgjuat që në fillim, le të mbetet ndër ju. Në mbet ndër ju ajo që dëgjuat që në fillim, edhe ju do të mbeteni tek Biri e tek Ati. Edhe ky është premtimi që ai na premtoi, jetën e përjetshme. Këto ju a shkrova juve për ata që ju mashtrojnë. Edhe lyerja që morët nga ai mbetet ndër ju, edhe s'keni nevojë t'ju mësojnë ndonjë. Por siç ju mëson ju, po ajo lyerje për të gjitha, edhe është e vërtet, edhe nuk është gënjeshtër, edhe sikundër ju mësoj juve, do të mbeteni në atë. Edhe tani djemthit e mi, mbetuni në atë, që kur të shfaqet, të kemi guxim, e të mos turpërohemi nga ai në ardhjen e tij. Nëse e dini se është i drejtë, e dini se kushdo që bën drejtësinë, prej atij ka lindur. Shihni çfarë dashurie na ka dhënë Ati, që të quhemi bijë të Perëndis. Prandaj bota nuk na njeh, sepse nuk e njohu atë. Të dashur, tani jemi bijë të Perëndis, por ende së shfaqur se çdo të jemi, por e dim se kur të shfaqet do të jemi si ai, sepse do të shohim atë siç është. Edhe kushdo që ka shpresë në atë, pastron veten e tij, siç është ai i pastër. Kushdo që bën mëkatin, bën edhe paudhësinë, sepse mëkati është paudhësia. Edhe e dini se ai u shfaq që të ngrejë mëkatet tona, edhe mëkat nuk ka tek ai. Kushdo që mbetet tek ai nuk mëkaton. Kushdo që mëkaton nuk e ka parë atë, as nuk e ka njohur atë. Djemthit e mi, le të mos ju mashtroj askush. Ai që bën drejtësinë është i drejtë, sikundër është ai i drejtë. Ai që bën mëkatin është nga djalli, sepse që në fillim djalli është duke mëkatuar. Prandaj u shfaq i Biri i Perëndis, që të prish punët e djallit. Leximi nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli 11, vargjet 1-11. Edhe kur afrohen në Jeruzalem, në Betfagji e në Betani, pranë malit të Ullinjve, dërgon 2 nga nxënësit e tij dhe u thot atyre: shkoni në fshatin përballë jush, edhe menjëherë sapo të hyni në të, do të gjeni një pulish të lidhur, të cilit si ka hipur asnjë prej njerëzve. Zgjidheni dhe silleni. Edhe në ju thënë ndonjë juve, ç'bëni kështu? Thuajini se Zoti ka nevojë për të, edhe për një herë ai do ta dërgojë përsëri këtu. Edhe shkuan, edhe gjetën pulishtin lidhur pranë derës jashtë në udhë, edhe e zgjidhën. Edhe disa nga ata që rrinin atje u thonin atyre: ç'bëni kështu që zgjidhni pulishtin? Edhe u thonë atyre siç i pati porositur Isuj, edhe ata e lanë. E prum pulishtin tek Isuj, edhe vunë rrobat e tyre mbi të, edhe u ul mbi të. Edhe shumë veta shtruan rrobat e tyre në rrugë, edhe të tjerë këputnin deg me gjethe prej pemëve,
e i shtronin në rrugë. Edhe ata që shkonin përpara, si dhe ata që vinin prapa thërritnin duke thënë: Hosana, i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. E bekuar është mbretëria që vjen në emrin e Zotit, të atit ton David. Hosana në më të lartat. Edhe Jisuj hyri në Jeruzalem dhe në tempull, edhe si i vuri re për qark të gjitha, me qënë se tani ishte vonë, doli në Betani bashkë me të 12.